Miq të dashur, e kam nxjerr pagën mesatare neto në Kosovë dhe në vendet e rajonit. Jena në fund të pusit, fatkeqësisht. Do të thotë një kosovar që është i punësuar merr mesatarisht pagë 570 euro pagë mujore. Ndërsa në rajon marrin do të thotë në Kroaci 1324, në Maltezi 832, në Serbi 824, në Bosnjë 708, në Maqedoninë e Veriut 668 dhe në Shqipëri 608. 668 për 608. Ndërsa Kosova merr të paktën 38 euro më pak një kosovar merr se sa një qytetar i vendit të rajonit. Dhe ne nuk qëndrojmë në fund të pusit sa i përket çmimeve. 1 kilogram speca e potë në ditë kam rrinë në 5 euro, 1 kilogram tomate gati në 3 euro, kështu me radhë. Mirë po, lajmi mirë është se në vitin 2020 paga mesatare ka qenë 416 euro, ndërsa tash kam rrinë në 570, pra është një rritje për 154 euro apo 37-8% dikon rritje. Pra kemi një rritje të vazhdueshme dhe nëse vazhdojmë me këto trende, do ta kapim në një periudhë afatmesme rajonin. Pra, ta shohim një dritë në fund të tunelit. Faleminderit. Follow profilit për më tepër për me.